Toka ndërtimore paraqet resurs të kufizuar dhe së këtejmi, transparenca në lidhje me shitjen e saj ka rëndësi thelbësore dhe duhet të eliminoj korrupsionin dhe qasjen jo të barabartë të qytetarëve. Përgjigjen se ku që shesin tokën ndërtimore komunat, qytetarët mund të dinë vetëm nëse e kanë paguar qasjen e botimit e gazetës zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Hulumtimi i realizuar në 8 komuna të shtetit tregon se mungesa e transparencës arrin deri në atë shkallë, sa që disa prej komunave, as në bazë të kërkesës për qasje të lirë tek informacionet me karakter publik, nuk i dërgojnë kontratat e nënshkruara. Mungesa e transparencës në publikimin e vendimeve për shitje të tokës ndërtimore shtetërore e pamundson informimin e qytetarëve dhe rrit rrezikun për keqpërdorime. Nga hulumtimi rezulton gjetja se 6 nga 8 komunat e monitoruara, Manastiri, Negotina, Kërçova, Kumanova, Strumica dhe Shtipi, gjatë 5 viteve të fundit kanë shitur 508.000 metra katror tokë ndërtimore që ka qenë në pronësi të shtetit. Gjatë periudhës nga viti 2019 deri në vitin 2023, asnjë parcel nuk kanë shpallur për shitje komuna e Tetovës dhe komuna e Çajirit. Çmimi për 1 metër tokë ndërtimore gjatë 5 viteve të fundit ka lëvizur nga 71 denar deri në 18.400 denar. Duke i pasur parasysh gjendjet aktuale, është nevojshme që në të ardhmen komunat i shpallin thirrjet e tyre për shitje të tokës ndërtimore shtetërore edhe në vepaqet e tyre, si dhe në mediat lokale. Në këtë mënyrë, do të rritet shkalla informimit të popullatës lokale me qëllim që të mundësohet një trajtim i barabartë i të gjithë atyre që janë të interesuar, të rritet konkurenca, ndërsa me këtë të rritet edhe vlera e tokës shtetërore që është objekti i thirrjes për shitje. Komunat në vefaqet e tyre duhet të publikojnë edhe vendimet për qetërsim të tokës ndërtimore në pronësi të shtetit, si dhe marrëveshjet e nënshkruara me blerësit e tokës ndërtimore shtetërore. Në këtë mënyrë, do të mundësohet një shkallë më lartë e këqyrjes së qytetarëve dhe me kohë do të mund të vihet në pah ndonjë paligjshmëri potenciale në proceset. Rritja e transparencës në tërë procesin e shitjes së tokës ndërtimore shtetërore do të kontribuojë në drejtim të rritjes së besimit të qytetarëve në këtë proces dhe përgjithsisht në sektorin e ndërtimtarisë, në të cilin gjatë dekadave të fundit u grumbulluan probleme serioze, duke e bërë këtë sektor një nga më të ekspozuarit ndaj korrupsionit. Më tepër detaje, përgjigje dhe rekomandimet mund t'i lexoni në hulumtimin Transparencë e pamjaftueshme dhe çmime të ulta në shitjen e tokës ndërtimore shtetërore, të publikuar në faqen e internetit www.ccc.org.mk. Ky hulumtim është zbatuar nga Qendra për Komunikime Qytetare së bashku me 8 shoqata qytetare në nivel lokal, në suazat e projektit Mbrojtje nga korrupsioni, që zbatohet me ndihmë financiare nga Ambasada e Mbretërisë së Hollandës në Shkup.